Iblisi i ka pas edhe përgjithësi të shumë gjinve, kush a rebelu, i kam shu me kamgjik. Kush i ka ba Allahu gjuna, i kam shu me kamgjik. Kjo shumë të meru se vëllezër. Ja ka dhanë Allahu frenat që mu kanë kujdestar, kush pi ban Allahu gjuna, i minejt në prit. Hej, ti hec këtu, qa bane? Qëta Iblisi e ka pas. Allahu e din aspektin kronologjik të zamanit kur ka ndodhë kjo. Kjo ka ndodhë. Dhe me ibadetin e madh ka mrite te melaqet. Dhe atje e ka përfshi urdhri mira sejdë Ademi. Po ky urdhër ka qenë ndryshëm për atë të tjerëve. Pse? Andaj këtu kur Allahu i ndron pozitat. Kur akon ka thonë kontrolloj çeto, ha mirë. Mi kontrollu unë mi kontrollu ata. Por kur i ka thonë tash ti ki mu kontrollu piçiti, ajo. Zbot këtu. Ma kontrolli asjuda. Ka thonë deri tash këtë rregull. Unë mi kontrollu këto rebelat, po mu me më kontrollu dikush, jo. Dhe Allah e ka përsëri shprehjen e Iblisit shpesh Kur'an. Ktu ka thonë në surën Bekara aba wastakbar. Tek surët tjera, surët Hijr, ka thonë ma kuntu, kur se baj këtë. Subhanallahu al-azim. Kur nuk e baj. Pse s'e ban? Ta dim, ti këshit gjithë të puni ki botë mira, pse s'pe ban që ta? Ku është problemi? Ene khairun min. S'mundet, unë du të më kam biket, se unë jam më i mirë se ki. Zotin arrujt. Djetarë kanë thonë se njeriu i kalon shumë sprova, shumë telashe, shumë konflikte, shumë vështirësi fukarallëqe në emër të Zotit Gjelle Gjelalu. Ku të prejtë këtë egoja, kjo është sprova më e madhe që ka mundet me ndodhë. Kur i është prek egoja Iblisit, ka thonë ma kënë të le, unë që ta se bajtë ta. Unë kejti kënë bëha ma që kjo zbatë. Pse zbatë? Se jam une. Andaj e ka përsërit Allahu Gjelle Gjelalu smujën e Iblisit në Kur'an të thonë ene, une. Ruju në kësaj une. Ruju në kësaj une. Andaj djetarët kanë thonë se zilia është gjunahi i parë që ka shfaq në qiell dhe ajo ka të baje me unin.